Më në jug, Fieri është ndoshta një nga përfituesit më të drejt për drejt dhe më strategjik të këtij korridori. Qytetet e mëdha padyshim që tashmë kanë një zhvillim dhe nga ana turistike dhe ekonomike, do kenë një zhvillim akoma dhe të mëtejshëm. Por ajo që është më rëndësi për këtë drejt është që këtu të gjithë komunitetet e vogla, të gjithë zonat që deri më sot duken pak më të mbyllura, pak më të veçuara, siç përmenda Darzezën, Pishporon, Narta, për shembull, që do të jetë më aksesueshme, apo dhe bujqit e tjerë zonës Fierit dhe të Lushnjës, do ta kenë shumë më të thjeshtë për të aksesuar tregje, sepse të mos harrojmë, një aks rrugor dhe hekurrudor, siç është ky korridor, nuk është thjesht për të lëvizur për qef, për turizëm. Është edhe për të lëvizur për biznes. I ndodhur në zemër të Shqipërisë jugore, Fierit i jepet roli i nyjes që lidh verijugun e vendit me boshtin lindje-perëndim përmes degëzimeve të korridorit 8. Segmenti që përfshin Lekaj, Konjat, bajpasi i Fierit, Levan, Poçem, e vendos Fierin jo vetëm në gjurmën e korridorit Adriatiko-Jonian, por në qendër të gjithë logjistikës rrugore kombëtare. Ky pozicion gjeografik dhe funksional e kthen Fierin në një qendër transporti dhe shpërndarjeje, ku mund të ngrihen zona industriale, qendra të përpunimit të produkteve bujqësore dhe struktura të magazinimit për mallrat që hyjnë në Shqipëri nga portet veriore e që shpërndahen në jug dhe anasjelltas. Zhvillimi i korridorit pritet të rrisë flukset ekonomike që kalojnë nëpër Fier, duke e bërë qytetin një pol të ri për investime në infrastrukturë ndihmëse, si terminale logjistike, rrjete dytësore lidhëse, por edhe për sektorin e ndërtimit dhe shërbimeve. Imagjinoni kryqëzimin e këtyre dy korridoreve si një, do përdor një term anglisht kërkojnë ndjes shikuesve, hub, si një njësi, një nyje lidhëse në cilën të gjithë pikërisht mallat dhe shërbimet bashkohen dhe në këtë pikë ato mund shpërndahen në sektor të ndryshëm apo në zona gjeografike të ndryshme. Çfarë do të sjellë kjo? Do të sjellë që pikërisht aty ku bashkohen këto dy korridore, të kemi një grumbullim të fuqisë ekonomike dhe kjo fuqi ekonomike nuk do të jetë më vetëm për të grumbulluar në pakduar, por do ketë mundësinë të shpërndahet në mënyrë shumë shpejt në tregje të reja, të cilat ne sot e kemi të vështirë për t'i aksesuar. Pra, nëse dikush për ta bërë më konkrete, do të shesi produktet e tij, një bujk për shembull, e kishte të vështirë t'i dërgonte jashtë Shqipërisë, sot do ta ketë shumë herë më të lehtë në aspektin e transportit dhe të aksesit. Do mund të dërgojë drejt lindjes në korridorin 8 apo do mund të dërgojë drejt veriut me pikërisht korridorin Adriatiko-Jonian. Në të njëjtën kohë, Fieri përfiton edhe nga aspekti turistik. Qasja më e lehtë për vizitorët drejt parkut arkeologjik të Apollonis, drejt bregdetit të Semanit, apo drejt destinacioneve natyrore në luginën e Vjosës, e vendos këtë qytet në itinerare të reja të udhëtimeve kulturore, natyrore dhe edukative. Nëpërmjet këtij korridori, Fieri bëhet gjithashtu më i aksesueshëm për udhëtarët nga Tirana dhe Durrësi, që kërkojnë arratisje të shpejta fundjavë. Në hartën e Shqipërisë, bregdeti i Fierit shpesh ka qëndruar në hije, megjithse ofron një ndër peizazhet më të paprekura dhe më autentike të Adriatikut shqiptar. Por ndërtimi i korridorit Adriatiko-Jonian është gati t'i jap këtij segmenti bregdetar një dimension të ri zhvillimi, duke e nxjerrë nga izolimi dhe duke e kthyer në një destinacion turistik dhe ekonomik të rëndësishëm. Çdo teori ekonomike, por edhe e provuar tashmë në shumë vende të botës, aty ku kemi një zhvillim të korridorit të madh, aksesi që jepet shërbimeve të ndryshme dhe qytetarëve për të lëvizur më shpejt, ndikon në rritjen e çmimit të pronës. Pse ndodh kjo? Po të kapim një rast shumë thjesht për Shqipërinë. Do të kemi një rritje të kërkesës turistike, sepse turistët tashmë nuk do përqendrohen në 3-4 pika kryesore, Durrës, Vlorë, Velipoj e tjerë, por do kenë mundësi të shpërndahen më kollaj dhe në zona tjera. Do mund të shkojnë në Nar, do mund të shkojnë në Darzez, do mund të shkojnë në Pishporo dhe si pasojë, duke rritur kjo kërkesë, do të rritet dhe kërkesa për të ndërtuar struktura akomoduese apo struktura tjera shërbimi. Zona bregdetare e Fierit përfshin disa nga asetet natyrore më të vlefshme të vendit, plazhin e Darzezës, plazhin e Semanit, zonën pyjore të Pishporos dhe lagunën e Nartës. Të gjitha këto zona karakterizohen nga një rërë imët, pyje bregdetare,
habitat natyror i ruajtur dhe distanca relativisht të afërta nga qyteti i Fierit. Megjithatë, për dekada të tëra, mungesa e infrastrukturës rrugore ka ndaluar zhvillimin e këtyre zonave, duke i lënë ato jashtë radarit të turizmit masiv. Korridori Adriatiko-Jonian, përmes segmentit që kalon në Konjat, Levan dhe mëtej në drejtim të Poqemit, vendos për herë të parë një akses të drejt për drejt dhe të shpejt nga Veriu dhe Lindja drejt vijës bregdetare të Fierit. Turistët nga Tirana, Elbasani, Durrësi, madje edhe nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut mund të arrijnë në plazhet e Darzezës apo Semanit me një udhëtim më të shkurtër. Ky fluks i ri potencial i vizitorëve krijon kushte të favorshme për zhvillimin e strukturave të mikpritjes. Bujtina, hotele, resorte natyrale, restorante tradicionale dhe aktivitete ekoturistike. Në këtë kontekst, korridori Adriatiko-Jonian bëhet më shumë se një rrugë. Ai është nxitësi një ringjalljeje bregdetare për një nga zonat më të nënvlerësuara të Shqipërisë. Ndërsa Vlora, edhe pse nuk përshkohet drejt për drejt nga gjurma e korridorit, qëndron shumë pranë saj. Lidhja me segmentin Levan-Poqem dhe me aeroportin e ri e vendos qytetin në një zonë të ndikimit intensiv. Rritja e aksesit nga Veriu dhe nga aeroporti i Tiranës e bën Vlorën më të afërt për turistët dhe investitorët, duke vendosur më fort në hartën mesdhetare të zhvillimit. Në jugun e thellë të Shqipërisë, Gjirokastra, me arkitekturën e saj unike dhe rrugicat prej guri, është një rajon tjetër që përfiton. Qyteti i UNESCO-s ka qenë gjithmonë një destinacion për ata që kërkojnë autenticitetin, por për shumë kohë, izolimi gjeografik ka qenë një pengesë për një zhvillim ekonomik më të madh dhe më të qëndrueshëm të këtij thesari kulturor. Ndërtimi i korridorit Adriatiko-Jonian e ndryshon historinë. Gjirokastra nuk do të jetë më një pikë fundore, por një nyjë strategjike që lidh Shqipërinë me Greqinë dhe më gjerë, përmes një rruge moderne, të shpejtë dhe të sigurt. Por ndërlidhja nuk është vetëm për turizmin. Ajo krijon një hapësirë të re për bashkëpunimin tregtar ndërkufitar, për zhvillim të logjistikës dhe për lehtësim të qarkullimit të mallrave dhe të njerëzve mes Shqipërisë dhe Greqisë. Korridori shkurton distancat fizike, por edhe ato ekonomike dhe psikologjike, duke nxjerrë Gjirokastrën nga kufijtë e një qyteti të izoluar dhe duke e futur në një rrjet funksional europian. Në tërësi, këto qytete përfaqësojnë një hartë të re të lëvizjes, ku jo vetëm distancat fizike shkurtohen, por edhe ekonomitë lokale marrin një frymë të re. Korridoret e këtilla nuk janë thjesht një rrugë për të lëvizur me makinë apo me mjetin tuaj. Korridoret e këtilla janë një mjet shumë i mirë zhvillimi ekonomik dhe është një mundësi shumë e mirë, sidomos për biznesin e vogël dhe të mesëm, për të rritur. Një nga ndryshimet më të mëdha që sjell ndërtimi i korridorit Adriatiko-Jonian është transformimi i mënyrës se si lëvizet brenda Shqipërisë. Nga një vend me terren të vështirë dhe rrugë të ngushta, Shqipëria hyn në epokën e autostradave moderne që lidhin veriun me jugun përmes një rruge të pandërprerë, të sigurt dhe efikase. Mendojeni korridorin Adriatiko-Jonian si shtylla kurrizore e zhvillimit të ndryshëm ekonomik të Shqipërisë. Një shtyllë kurrizore që shkon nga Vlora deri në Shkodër dhe që mundson lëvizjen e mallrave dhe shërbimeve në më pak se 3 orë, që kjo do ishte arritje për Shqipërinë, nga Vlora deri në Shkodër. Dhe të gjithë aktivitetin ekonomik gjatë kësaj shtylle kurrizore, ajo vetëm se e shumon edhe e shumë fishan. Aktualisht, udhëtimi nga Murriqani në Gjirokastër përmes rrugëve ekzistuese zgjat rreth 7 deri në 8 orë, duke kaluar nëpër rrugë dytësore, zona urbane dhe segmente me trafik të rënduar. Nëpërmjet korridorit Adriatiko-Jonian, kjo distancë prej rreth 270 kilometrash parashikohet të përshkohet me një shpejtësi projektimi 100 deri 130 km/h, çka e redukton kohën e udhëtimit në të gjithë zonën bregdetare të Shqipërisë në 3 orë.
Kjo lidhje e re shkurton jo vetëm distancën fizike, por edhe distancën sociale dhe ekonomike midis zonave të largta si Shkodra dhe Gjirokastra dhe krijon një ndjesi të re të bashkimit kombëtar përmes infrastrukturës.